Ku jemi përsëri bashkë, me njëherë ju prezantoj me të ftuarit, është Rozi Kostani me ne, faleminderit shumë Rozi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Është Ervin Bejleri gjithashtu, faleminderit. Hera e parë që takohemi këtu në program, po kam edhe Olën, për Olën tani Ola Harizaj është gjithashtu me ne, mirë se erdhe. Do ta them në transmetim, nuk e kam thënë më herët. Ola është një nga personat më të rëndësishëm të karrierës time. Se kam thënë këtë kurrë. Do të thënë, nëse ka një njeri numër 1, Ola është. Sepse kam qenë diku te 19 vjeç. 19, po. Ku takohemi me Olën për puna, edhe më dëgjon duke folur në mikrofon. Unë nuk kisha punuar më herët, përveç se në radio, sa i përket spoteve publicitare e dokumentarëve. Edhe Ola ka qenë, prit pak, kjo goca ka zërin shumë të bukur. Shumë të bukur, shumë të qartë, shumë artikuluar mirë dhe shumë të ëmbël. Dhe Ola hapi derën, do të thënë ti ke qenë piknisja e kësaj pune për mua dhe të falenderoj shumë për këtë. Të falenderoj shumë për këtë. Edhe për mua Ola është një ti ke më shumë për të thënë, Vini, nuk pjesa unë. Është një zbuluse. Ty të shtyn kam përshtypje. Zbuluse më mirë e jetës time, karrierës time. Është bravo, e shikon, pas ka fjalë shumë të mira. Edhe ty Vini të ka zbuluar. Jo, mua nuk më zbuloj, mua më mbuloj. Mos kesh ftoft. Po pra. Kujdeset maksimalisht. Sabu, Katerina, që kujton këtë moment se duket se për të cilin është një njeri që në fillime të motivon, një fjalë e mirë mban mend për gjatë, edhe as më tepër kush jo më të rëndësishëm për ty në karrierën tënde në fillimet të tua. Edhe kur i takon pas shumë vitesh, gjithmonë ke energjinë e mirë, edhe kujtimet shumë bukura. Po, domethënë kur bëhet fjalë për Olën, unë direkt shkoj pikërisht në atë kohë, në atë datë. Dhe kur bëhet fjalë për ty dhe unë nuk e diskutova fare ta thash. Në rast parë, edhe kur fola me Ermelindën, nuk para kam dëshirë të jem pjesë, është zgjedhja ime, por për atë regjizoren aty, do shkoja nuk e di, domethënë. E kuptoj. Edhe për ty gjithashtu, dhe kur mora vesh ishte ti, domethënë të dyja, thash nga të dyja anët jam. Skandem, me këtë të dyja jemi mirë. Edhe i bërë unison sot me ndyra. Nejse, po flasim për shumë pak vrasës, pavarësisht se është komedi. Prandaj kemi armë të zeza. Duhet zbuluar kush është. Tani, shumë pak vrasës, po komedi nga ana tjetër. Në fokus ka një vrasje që duhet zbuluar. Po, në fokus ka një vrasje, por në thelb të së tërës jemi të gjithë vrasës dhe të gjithë të vrarë. Kjo vrasje në fakt vjen si shkak dhe pasoj e një marrëdhënie të një zonje 90 vjeçare, e cila jep me qera një parukeri dhe i punësuari i saj apo dhe qera Marsi, bëhen shkak për të bërë këtë fatalitet, të ngjarje fatale, të kësaj drame në thelb, dhe pastaj e shpërfaqur në komedi. Pse është shumë pak vrasës? Në fakt, nuk janë shumë pak, po janë shumë edhe pak, ose pak dhe shumë vrasës. Të gjithë nga pak? Është të gjithë nga pak, dhe të gjithë nga shumë. Sepse ne vrasim me një shikim, me një fjalë, me një gjest, me një veprim të kryer, qoftë në kohë, qoftë edhe direkt, kështu që vrasja ka dimension shumë të madh. Nuk mund të përcaktohet vetëm me këtë. Pra ky ka qenë edhe qëllimi pse unë kam marrë këtë vepër. Dhe pse pastaj ka qenë edhe një arsye tjetër që kjo vepër ka një interaktivitet jashtëzakonshëm me publikun. Pra thyet muri 4 dhe kjo ngjarje i shkon publikut për ta zbuluar. Nuk është se ngelet gjithmonë këtu. Nuk është forma klasike, formati klasike një vepre, i kalon për masat klasike dhe shkon tek publiku. E bën atë hetues, e bën dëshmitar okular dhe ai duhet ta gjej vrasësin. Dhe vrasësi duhet të vlerësohet nga publiku për rëndësinë e peshës së kryerjes së tij, duke numëruar faktet dhe duke i zbuluar hap pas hapi. Pra publiku është interaktiv, flet gjatë kohës kur hapen dritat, dhe thot që po, ky kreu këtë veprim, ky bëri këtë veprim, që e çojnë e bëjnë vrasës të natës. E veçanta e kësaj vepre është sepse nuk ka vetëm një vrasës. Do ta zbuloj këtë, çdo natë ka një vrasës të ri. Dhe kjo i mbetet publikut me votimin e tij për ta përcaktuar.
duhet jetë më interesante të luhet në këtë mënyrë, pra jo thjesht shfaqje dhe një shikues që e ndjek, një publik që thjesht e ndjek shfaqjen, por edhe që i duhet ta përpunoj atë çfarë ka ndjekur deri më tani. Në fakt, po, siç e tha dhe Rozi, për mua, domethënë si e bukur e kësaj është që publiku është pjesë. Është pjesë edhe çdo natë pa e kuptuar ai, se kjo është e lezetshme, ai bëhet pjesë pa e kuptuar dhe pastaj e ka ai në dorë. E ka ai në dorë me nuhatjen, me përqendrimin e vet se si shikon, sepse është ajo që tha Rozi, të gjithë jemi vrasës dhe gjithsecili nga ata prandaj votojnë në fund, sepse në syrin e gjithsecilit ne të gjithë kemi vrarë nga pak. Pastaj atë finalen... Do më bënë edhe rolin e gjykatësit, janë totalisht gjykatës. Janë komplet gjykatës. Po, janë dëshmitar, hetues, edhe gjykojnë në fund, marrin vendimin përfundimtar. Çfarë ndodh aty që dënohet në këtë shfaqje? Nuk merr lekët në fund. Mirë, dënimi mirë. Edhe të quhet shumë pak vrasës, që nuk ka shanse, po. U tha pak a shumë shfaqje këtu, po unë duhet ndalem pak tek elementi i asajt, sepse neve, shiko, ne vim në emisione, bëjmë shfaqje dhe një farë kuptimi, kjo e gjitha është marketing, edhe kjo që po bëjmë ne, më thënë është më tepër se sa nga ana e dëshirës për të promovuar punën, sepse punën ne e tregojmë në skenë, po kjo është për të afruar, sepse fatkeqësisht publiku është larguar nga teatri. Është larguar shumë, ka vajtur më tepër te televizioni, ke rrjetet sociale, te telefoni, por më tepër nuk ka dhe shumë salla. Kështu që është edhe detyra jonë që ta kthejmë. Kjo është një nga arsyet kryesore pse unë shkoj përgjithsisht dhe gati 99% në emisione si i ftuar për një vepër teatrore se për një film për promovim arti. E kam bezdi me shku në për emisione me folë qa do Krishtlindjet si festoni ose ku di unë një fest tjetër ose hajde flasim për ngjyrat. Më mirë e di që kur më ftojmë për një shfaqje ose për një film, për një promovim arti. Kështu që... Si një formë ftese kam përshtypjen. Kjo është me që s'fola që parë pse kisha ardhur. Është e kuptueshme, por realisht pjesa tjetër është që në ndryshim nga veprat e tjera që janë vënë më përpara ku aktori, regjizorja do të flasi me publikun ta bëj pjesën interaktive, por gjithmonë duke e ruajtur murin e katërt, kjo e thyen, siç e thanë dhe gocat që dhe në pjesën e dytë të veprës, është publiku që do vi, ai që do e zgjedhë se kush është vrasi, ai që do e gjykoj kush është vrasi. Domethënë kjo është shumë interesante, nuk është nga ato veprat që në qoftë se diskutohet mes publikut dhe flitet i thuhet se po flasin aktorët. Është krejt e kundërta. Dhe kjo është e bukur e kësaj, që është krejt e kundërta dhe duke qenë krejt e kundërta, ne mendojmë që është një formë tjetër e të bërit teatr më interaktiv, më sportiv. Kjo ishte për pjesën përveç dhe personazheve, ne gjithë jemi aktorë shumë të mirë, dhe këta e them pa pikë modestie, unë, Ola, Elidoni, Fino, Marino Orhana, si. Kështu që në një formë, komedia shkon shumë bukur, qoftë dhe pjesën e parë, qoftë dhe pjesën e dytë. Por, ajo cilës unë duhet i japë më tepër vlera në këtë pjesë është Rozi, sigurisht, nuk e them se është këtu, dhe i kisha thënë edhe po t'isha vetëm, pa Rozin dhe pa Olën. Unë Rozin e njoh ka 27-8 vjetë, 28 vjetë. Kemi bërë një punë shumë të bukur jashtë, kur kemi qenë shumë të rinj bashkë me kolegë të tjerë, jemi njohur edhe në aspektin shoqëror, familjar, kemi ngrënë bukë bashkë, kemi ndenjur bashkë, dhe kur
më erdhi oferta, Ola ndërkohë e njihte punën e Rozit, unë nuk e njihja punën e Rozit si regjisor. Dhe Ola ma kishte bërë, ti nuk erdhe të shofësh këtë, ti nuk e pe, qa kishte bërë Rozi, unë i thosha. Më lesh të di them vetë ato, me zipres. Dhe unë e kisha shumë knajsi. Dhe ajo që vura re dhe puna me Rozin, që po e them këtë, jo vetëm për Rozin, po e them këtë edhe për shfaqen. Ajo që vura re është që mënyra se si punon, të bën të ndihesh mirë, të bën të ndihesh ansambël, të bën të ndihesh i sigurt në atë që bën, dhe të bën të ndihesh i vlefshëm në atë që bën. Dhe është shumë e rëndësishme. Kjo mbase kam përshtypjen e ka Rozi dhe nga që është prej kaq vitesh pedagoge. Po, edhe domethënë ka jo, përveç se pedagoge, Rozi ka një gjë, se është shumë interesante. Tani u skuqa unë. Përveç jo, po flas. Ti po e shef nga shtëpia. Përveç pedagoge, është edhe regjizore, por mbi gjitha është dhe aktore që e kupton ndjesinë e aktorit, çfarë do aktori në skenë, ose çfarë ku i ngelatri aktorit, ose si do të thënë, si duhet thënë që mos mërzitet aktori ose që të ruhet ansambli. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Se të qenit në regji, pastaj mund të jetë pak më e vështirë për tu marrë vesh ndoshta me castin e aktorëve. Unë kam përshtypjen që aktorët, okej, se je dhe vetë dhe normalisht... Më falë, Katerinë që ta mbyll. Prandaj shfaqja, përveç nesh, ka të bëjë dhe personi që e drejton, dhe prandaj shfaqja është ndërtuar bukur dhe është e mirë. Përveç faktit si është, domethënë si interaktivitet me publikun e tjerë. Kjo është ajo që doja të thoja në përgjithësi. Janë të vështirë aktorët si përfundim Rozi, janë të vështirë për të menaxhuar vërtet, pra kanë edhe ato, po themi, tekat në thonjza, që të kuptosh pak botën shpirtërore që ka, na janë të frymëzuar apo si janë? Unë jam aktore vetë, kështu që unë jam pjesë e tyre. Jam pjesë e tyre, është e pandashme, është e pashkëputshme. Unë e ndjej si për veten time. Çdo proces që kalon aktori, unë e ndjej një lloj me ata. Edhe prandaj përpiqem të gjej një komunikim që as mos lëndohen, se nuk është ky qëllimi në fund të ditës. Qëllimi është që ata të ndihen ngrohtë edhe të përfaqin më të mirën të tyren. Kjo është parimi kryesor i punës time. Kjo vjen shumë edhe nga pedagogjia, po kjo është e vërtetë, sepse unë jam gjatë gjithë kohës me studentët dhe unë shikoj çdo grimc çfarë ndodh brenda qenies së tyre. Kështu që e kam të elaboruar qenien e vepruesit skenik. E kam goxha të studiuar në çdo lloj etape. Unë jam aktore vetë dhe e di kur vinë spazmat e fuqishme të lindjes së rolit, sa është një karakter i cili duhet dal nga unë, edhe e di shumë mirë përplasjet, fortunat, të duket nga njerë si kur ti po humbet drejtimin, po humbet gjithçka, dhe ky është momenti shumë më i vështirë për regjizorin dhe për aktorin, që të gjej një gjuhë komunikimi derisa të arrin të ulet ajo, të bjerë stuhia dhe të dal dielli. Po besoj në të bërit bashkë gjithë kasin e aktorëve, pra ti njohësh mirë, patjetër, dhe për të përzgjedhur pastaj për këtë vepër, për këtë shfaqje, për ditën ku do qëndroj Ola, ku do qëndroj Ervini. Përzgjedhja e kastit, po, ky është momenti më i vështirë, sepse ty të vinë shumë emra atje dhe ti nuk e shikon, nuk e qasi, apo nuk është se ne nuk i njohim, ne i njohim, s'kam pse ti bëj audicion Ola se vini, dhe është turp, ta them të fjalë, për çfarë do t'i bëj audicion? Unë i njoh në çdo lloj aspekti. Si mund t'i bëj unë audicion? Përkundrazi. Si është i bën për shtatje? Dua të shikoj ky lloj personazhi, ku do shkoj, ku do shpërfaqet më mirë. Dhe kjo ka qenë pastaj lufta më e madhe për të zbuluar kush e bën këtë rol. Dhe unë jam shumë e lumtur që këta të dy aktorë të mrekullueshëm janë zgjedhja ime e pa diskutueshme. Si keni parë personazhet tuaj në studimin që i keni bërë edhe si i keni vënë në jetë? Tani edhe unë ta nis të them që kur më është bërë telefonata nga Rozi, Rozi është prezent, unë kam punuar... Ola ka qenë zgjedhja e parë, faktikisht. Jo, po nuk ka rëndësi. Unë kam punuar me Rozin, domethënë kolege si aktore, por si regjizore, jo. Dhe në fakt, mezi kam pritur edhe telefonat, thënë vërtetën, pa e ditur Rozi këtë, sigurisht ja kam thënë më mbrapa, po mezi kam pritur në shfaqjet që kam parë,
në njërën sidomos do t'a theksoj dhe nuk pushoj së thëni, është 3 dimrat një shfaqe e Pirozi ka vënd të Metropoli, që jam mrekulluar. Dhe ja kam thënë dhe përsi që unë jam djerë gjelozi që s'kam qënë pjesë. Nuk më ndodhë zakonisht të gjeloze në kuptimin e mire që pëse si jam pjesë e kësaj gjëje. Do doja tisha të jepja kontributin, mundësin të eksploroja të kjo gjë. Me atë punë që kishte bërë Rozi, nuk di, do më thënë. Edhe, prandaj po thaj me zi po e prizja, nuk e kisha thënë asë njëherë, se ne takojme, mund të thushe di gjo, pëse s'më ke thënë, jo, nuk e kisha thënë, mund ta kem nënkuptuar në reshta, me atë kënajsin që për ato që kam parë dhe vlerësimin, dhe kur më ka ardhë telefonata, në fakt e mora thash, do takojmë të pim kafe, për qevë, nuk më shkoj mëndja. Dhe kur më thot digjo se kam menduar, kam një komedi dhe të kam... Po, i thash. Më thënë nga të rralla të raste, që unë them po, pa pyetur qëfar pjesë është, kush është aji që ka shkruar, fare, po thash. Ishe e bindur që ishte më mirë të vazhdoje. Pastaj më te kam pyetur për castin, thjesht nuk është do më kryonte në një... Për mua rëndësi ka regjizori, sigurisht edhe casti ka peshën e vetë. Pa tjetër, edhe ne kemi peshën tonë. Pa tjetër, por në qofë se aji që drejton, diti bëj bashkë këta njerës, nuk e vënë në dyshim dhe nuk pësfare. Janë raste tjera të kur pësfare. Edhe mua, kur më mori në telefon Rozi, dhe që tha Ola, po, e mirë, po dhe unë. Nëse ti do të kalosh. Po ka dhe një histori shumë bukur, duha të asjeroj me që mu dha rasti për të asjeru. Në vazhdo fole, më se asjeron dhe ti këtu. Po, se asjeron dhe Rozi. Dhe të me janë këto pra paskina të gjithë? Qështja punës në qift që qëfar në tha Rozi? Sa e bukur është të rëvind do të thuash? E bukur është e dim ne. Edhe ata që kanë fatin që punojnë ne. Dhe po thoja nga të rrallat... Ishte një poe me një hershme. Pa diskutim fare. Pa diskutim fare. Në qovë se herë tjera, për shumë mund t'je mënduar, pa tjede kam thëmë ponë, për x arsye, se më duhet të punoj, se më duhet ta vë vetën në njëherë dhe në ca sfida që... Po, se parë nga personajë mund të ngacmoj dhe i për të luajtur. Mund të ngacmoj, mund të më duhet ekonomikisht jem pjesë e asaj gjë, duhet në thënë gjitha. Në rastin konkret, për mua nuk kishtë rëndësi asë një nga këto. Mjafton telefonata, mori fund, po dhe me zi po prisja. Dhe kam shijuar, atëre të them, të gjithë procesin e punës, e mundohesha të kapja sytë e Rozit, nuk flasim në proces, tavoline janë gjithë në përpëllitje, janë gjithë duke diskutuar, janë gjithë, po në momentet që dilet në mizansken dhe ka filluar ai personazhit të mbushet, të krijohet, mundohet të vidhja sytë e saj për të kuptuar, a jam atje ku do ti? Po. Se duhet edhe ta përmbushësh. Pa tjetër, sepse unë mund të shikoj personazhin komplet tjetër, ndërkohë që është ajo që e shef big picture, dhe është ajo që e di ku do të dali, dhe si e do, dhe duke qënë se prandaj themun ishte një poe madhe, përballë kisha një njeri që nuk do ktheje thjesht të më thoshe, po jo pra se nuk është kjo, shikoj një gjë tjetër. Unë urrej këtë lloj marrëdhënie regjizor-aktor. Mua më pëlqen që regjizori, në rastin konkret, të vi përballë me e thotë digjo, për këto argument, të bëj çdo gjë me argument që unë ta, nëse argumenti jotë është më i fortë, dhe patjetër kur ti e ke të qartë, është më i fortë, unë të vi natyrshëm në skenë, mos vi e sforcuar, mos kërcas, dhe aty është puna, prandaj është dora e regjizorit, sa shu këshim marrë gjithë skenarin në shtëpi, këshim mësu shfaqen, gjithimi aktor të mirë, dalim aty dhe se cili bën ato që ditë bëjmë më mirë, po nuk rrije gjitha bashkë. Kjo është gjëja që kur është një ai dirigent i mirë, ai syri që e di ku do shkoj, e di më të mirën tënde çat nxjerri. Dhe gjithë loja pastaj bëhet kopsitet si duhet për të shkuar te publiku. Prandaj duket sigurisht i thjeshta i krijimi i personazhit, sa i rrjedh vet organikisht bukur, domethënë nga dita 1 deri në ditën e premierës. Dhe ti thua, sa bukur punoha, sa lehtëshëm, sa këndshëm, sa më shijoi.
Kjo është. Kjo është gjë shumë e mirë që të shijohet edhe në fund normalisht të Dhe ti e reflektohet. beson me të vërtet atë që bën. Unë zonjë Shubert e besoj. Në të gjithë... E rëndësishme është që pjesën e dytë të shfaqjes e beson dhe publiku, që ne faktikisht nuk jemi thjesht aktor, po kemi kryer një vrasje. Se kjo është çelës shumë i madh, që të thyesh me murin e katërt është arritje shumë e madhe, sidomos në teatr, sepse spektatori kur futet do të shohë dhe të përfshihet në një shfaqje dhe të arrijë dhe suksesi i aktorit është që ta bëj të besojë aktorin që ky është një personazh i tillë. Por që të thyet muri katërt dhe aktorët ta vazhdojnë personazhin, por ndërkohë të jenë të besueshëm dhe të prekshëm për publikun dhe interaktiv me publikun, kjo është pjesë pak është e vështirë dhe është sepse ai kur vjen shef posterin dhe thot, Lua ka vini, Luan Ola, Luan dhe krijon atë idenë siç mund na ketë parë këtu në siç na ka parë dyqani Bukës, jemi të prekshëm, jemi të gjithë, nuk është se jemi njerëzor. Po njerëzor. Dhe në fakt posterat janë gjykimi i parë. Dhe aty duhet krijohet kjo magjia që thot, mos thot më unë po shoh Olën. Po thot po shoh zonjën Shubert. Mos duhet ekzistoj fare në atë moment. Kjo është. Dhe ashtu ka ndodhur. Për marrëdhënien tuaj në këtë shfaqje? Pastaj, me qënë se nisët pak më herët? Ne, në këtë shfaqje nuk e shohin do të me sy njëri tjetër. Edhe në prapaskene? Si personazh. Edhe në prapaskene, edhe në shtëpi. Po, Jo, në shtëpi. E ruaj. Katerina, kur bëjmë specat të mbushur i dhe mos e hidh që tani harxhin. Dish më shpesh që je shtëpi, që ta gjesh fiks ratën e veprimeve. Si personazhet që kemi në të dy. Po duhet thoya një gjë shumë interesante. Edhe në përgatitje kisha fjalën, në përgatitje të shfaqjes, sepse po flasim për elaborimin e gjithë punës edhe krijimin e personazhit. Ju, edhe pse jeni pra çift, në ambient pune, arrini të merreni vesh gjithmonë shumë mirë, ka një gjuhë të bukur romantike. Ata janë kolegë, janë aktorë. Nuk është gjuhë romantike. Jemi kolegë, nuk e njoh. Kush është? Po pra. Nuk, jo, ka të drejtë se mund ka qenuar me çifte të punu me tjera. këtë si aktore, kështu që... Punosh çift, nuk është se do jesh tamam në marrëdhënie pune, sa do jesh pak më romantik. Jo, nga tronte, jo. Se nuk bën dot punën në shtëpi. Se bën dot punën pastaj. Po duhesh, Unë e shoh si kolegat. Po, kolegë. Sigurisht, një sy imi i as kritik as gjë. Pikërisht do dilja. Patjetër. E shoh në atë sepse e njoh dhe e di çfarë mund të jetë më e mirë në një moment, për shembull, edhe ky edhe unë mund t'ia themi njëri tjetrit. Pa jo ndodh edhe me kolegë të tjerë. Sigurisht, pra, nuk është... Por ama ne jemi shumë më të kujdesshëm për t'i dhënë jo kritika, po qoftë dhe këshilla njëri tjetrit, për sa kohë po punohet dhe regjizori po punon me ne. Sepse dim të respektoj mirë marrëdhënien midis aktor dhe regjizor. Sepse është shumë e rëndësishme. Sigurisht ne flasim darkë, diskutojmë se ne kemi fatin që jemi bashkë, kemi çift. E diskutojmë pjesa jote, roli im, roli jot, unë e shoh kështu, unë e shoh ashtu, por ama për të krijuar në sensin qoftë konflikt, në sy të regjizorit është shumë e rëndësishme të ruash një marrëdhënie profesionale i këpjes, dhe ne jemi, besoj e kemi rujt goxha mirë. E keni dalë në banë. Ma dje, këtë do thoja, më ka rastisur të kem edhe herë të tjera çifte në, por nuk ka qenë kjo marrëdhënie, dhe këtë doja të përgëzoja në marrëdhënie me regjizorin apo edhe me trupën. Edhe me trupën. Nuk është vetëm regjizorin, jemi gjithë bashkë atje. Ne jemi një ansambël që e bëjmë këtë shfaqje. Unë si personazh jam shumë i lidhur personazhi im me personazhin e Tonit. Po, e Helidon. Dhe edhe në prova, më ka ndihmuar mua që nuk e shoh më Vinin që është Vini, është burri im. Unë e shoh si Leo. Dhe po të kishte një kamer në gjithë provat që kemi bërë në studio, në sken, mua më shumë më ke me Elidonin, kështu, hëmi ma utra, hëmi shpi, se sa me, sepse më ndihmon mua
për të shkuar më afër personazhit tim se madje marrëdhënien me Leon e kanë të jashtëzakonshme. Mënyra madje ne sa bukur të ka dalë kjo batut. Po dhe Elidoni nga të mundi gjithmonë. Më pëlqen shumë kur e shan. më del. Ka brenda. Po e di çfarë duhet thoja atë që unë me Olën kemi punuar vetëm Naum Shundi i shkret në përi bashk, edhe me projektin e fondacionit Hoxhatasin, Fondacion Shamëria, ku shfaqim jetën e Osman Takës, ku luanim bashk, dhe personi dytë ka qenë Rozi, që nga ka bërë bashk, faktikisht. Dhe kur jemi ullë me Rozin, Rozi ka thënë, shiko, tha, e kisha pak, tha, kisha një farë dyshimit vogël, sepse me mua, ma tha mua, sepse ka shumë aktorë që nuk i duan, nuk kanë qef t'i kenë partnerët aktorë në shfaqje. Qa thu ti me i thësh? Ne vdiqëm për t'lujtë bashkë. Shqyra bëre. Shqyra bëre. Jo, sepse ne e konsiderojmë tjetër gjë, komplet, çështjen e punës. Është ajo që folëm, çfarë domethënë. Nuk e konsiderojmë domethënë është sepse nëse do të bësh një gjë të bukur, duhet përfshihesh dhe duhet tregohesh profesionalisht. Nëse ti nuk je profesionist në atë punë që bën, të rëshket gjithçka, le ta duash gruan, e gruaja ta doj sa të doj burrin, e ta ruajnë sa të duan njëri tjetrin, nuk arrihet, sepse duhet jesh profesionist në këtë pjesë. Absolut, prandaj ne jemi shumë kujdesshëm me kjo pjesë dhe diskutojmë her pas here që duhet me jemi për punë edhe duhet të qofse duam ta bëjmë. Qofse pastaj duam të hajde se ne jemi bashkë gjitha ne kështu. Po, në fakt unë mendoj që vjen dhe natyrshëm ajo gjë, domethënë kur momentin që njeriu është profesionist dhe ja bën uzmetin asaj që do, nuk ka nevojë të hysh ke kjo që të mendosh jo po. Ndahet gjëja dhe Rozi, për të komentuar në fund edhe shfaqjen se përket vendosjes. Së pari Skampa ishte stacioni i parë. Por do shkoni edhe në qytetet të tjera? Sigurisht. Shfaqja do lëviz në Tiranë, në qytetet Shkodër, Elbasani, është Durrësi, të gjitha. Se pastaj është produksioni që merret me këtë punë. Po thjesht kemi një ide pra që nuk është vetëm Tirana që është gjithmonë kryeqyteti dhe vendi ku vendosen shfaqjet, në këtë rast dhe Elbasani, po edhe më gjerë. Edhe më gjerë, po. Për të parë pra shumë pak vrasës, një shfaqje komedi, por jashtëzakonisht e veçantë në mënyrën e ndërtimit, siç e shpjeguam dhe më herët, dhe me shumë mesazhe. Me shumë mesazhe. Besoj të gjithë gjejmë vetëm nga pak, e theksove Rozi, dhe mund duket sikur është një realitet shqiptar. Po jo vetëm e gjejmë vetëm nga pak, po do jemi secili nga këta personazhe atje, secili nga publiku do jetë pak Zonja Schubert, pak Leo, pak ai, pak ai. Ndërkohë që ndiqet ose shumë dikush, se si dihet. Ndërkohë që jepet shfaqje secili mund të mendojë publiku, them që shiko ku kam qenë shumë pak vrasës në një situatë caktuar. Pas diskutim që kanë menduar të gjithë. Për të vrarë dikë, por edhe në linja e Izabelës, unë jam përpjekur të nxjerr linjën e Izabelës e plakës së vrarë, është shumë interesante, unë e kam zgjidhur nëpërmjet një kabareti, sepse ajo është vrasësja e parë e këtyre njerëzve, ajo i ka ftuar këta dhe i ka përdorur në një farë mënyre, këta për interesat e tyre janë përdorur dhe kanë përdorur dhe në fund ajo e mbyll me një monolog, me një video mesazh. Edhe ky është mesazhi gjithë veprës dhe besoj edhe gjithë neve, është një reflektim dhe një receptim mbi gjithë fenomenin social që ne kemi në marrëdhëniet me njëri tjetrin, të vrarit apo të qenit të vrarë. Ju falenderoj shumë për kohë. Si për fund me qëra fjale ke falenderimet, unë sinqerisht falenderuam Rozin, unë falenderoj gruan, falenderit grua që ekziston. Por duhet falenderoj edhe kolegët, absolutisht, mikun ton dhe aktorin e shkëlqyer të Teatrit Kombëtar, kolegun e gruas time, Elidon Finon, Marin Orhanasin, mikun tim, shokun tim të kursit, Fabin, Fabiana Proj, Erli, pastaj Elonën, gjithashtu Izabelën, Rudin gjithashtu me Marsiazin, gjithashtu edhe Klitin, drejtorin e teatrit Skampa, që bërit mundur të gjithë shfaqjen që të realizohesh. Sigurisht, pa këta, nuk do ishim ne.
Ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese. Ti themi datat me datë 30, 29, 30 dhe 1 dhjetor. Është në teatrin Skampa. Kështu që 30 minuta larg nga Tirana mund të vizitohet për bukuri edhe ta shohë Një bugaçe. Jo, po parkohet dhe Mëkollaj, po të mendosh se çeq këtu për parkim Tiranë, ato orë, e keni Mëkollajin. Nuk duhet, sepse kush e do teatrin dhe kush ja vlen e gjen mënyrën, kështu që mjafton të di datat dhe pastaj është. Keni shumë të drejtë për këtë. Faleminderit shumë. Publicitet takojmë pas pak.